E kishte paralajmëruar, i thoshte vazhdimisht largohu gruaja e shqiptarit që u vra në Greqi rrëfen sherin për pronën luksoze. Pretendimi për një shtëpi duket se qëndron pas vrasjes së 41 vjeçarit Altin Arapaj nga Vlora, i cili u gjet i vdekur në një vresht në Rafin, Greqi. Gruaja e viktimës jep versionin e saj të çështjes, duke folur ekskluzivisht për televizionin grek Star. Autori Mikel Selimaj, 46 vjeç, nga Vlora dhe 2 persona të tjerë do të dalin para gjykatës ditën e sotme. Shkaku ishte një shtëpi në pronësi të një Amerikani dhe marrë me qira prej vitesh nga një Kanadez. Ky burrë kishte paralajmëruar, i thoshte vazhdimisht largohu sepse shtëpia është e imja, do ta marr unë, je në mes të asgjës. Mikel Selimaj dhe Altin Arapaj njiheshin prej kohësh dhe kishin qenë shqetësues për autoritetet policore në një moshë më të re. Megjithatë, takimi fatal duket se është organizuar për të zgjidhur një keqkuptim në lidhje me një shtëpi luksoze në zonën e Lukas, ndërsa pak ditë më parë pati një vendim gjyqësor përkatës të hënën kur humbën gjyqin dhe ju desh të paguanin kompensim. Sipas mendimit tim, kanadezi e telefonoi dhe i tha: "E dini çfarë? Me që duhet të paguaj këtë kompensim, merr këto para dhe hiqi nga dora ime. Në fund të shlyem shtëpin bashk me vdekjen e burrit tim", tha ajo. "Ajo që rezulton për klientin tim dhe ne do të kërkojmë testet përkatëse është se ai kishte konsumuar sasi të mëdha droge, veçanërisht kokainë", ka thënë avokati i Mikel Selimajt, Nikos Rousopolos. 46 vjeçari Mikel Selimaj dhe 2 persona të tjerë që ishin të pranishëm në vrasje po mbahen në paraburgim.